Rreth 10.000 flet votime janë dërguar deri të mërkurën jashtë Kosovës për shtetasit me të drejtë vote në zgjedhjet lokale të 12 tetorit. Në mbledhjen e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, ushtruesi i detyrës së kryeshefit të sekretariatit të këtij komisioni, Besnik Buzhala, ka bërë të ditur se gjatë kësaj jave janë kompletuar pakut për 15.000 votues. Pas konfirmimit nga Posta dhe Telekomi i Kosovës, rreth 10.000 pakut tashmë janë dërguar jashtë Kosovës, ku pjesa më e madhe e tyre janë për shtetet Austri dhe Gjermani. Nëse marrim për bazë numrin e votuesve të regjistruar suksesshëm, që në total është 43.993, i bie se janë proceduar pak më flet votime për rreth 34% të votuesve të regjistruar suksesshëm. Buzhala thë se procesi dërgimit të flet votimeve për votuesit nga diaspora pritet të përmbyllet deri të dielën. Normalisht që në ditën e parë ka shku si proces ka qenë më i kadalshëm, sepse kjo mënyrë e përgatitjes së pakove është për herë të parë që bëhet për KQZ-s, dhe dita e parë ka qenë më e ngadalshme, sigurisht që ky proces do të shkojë shumë më shpejt në ditën e vijim. E derisa procesi i dërgimit të flet votimeve është duke vazhduar, votuesit që banojnë jashtë Kosovës, që nga 17 shtatori e deri më 11 tetor mund t'i dërgojnë votat e tyre me postë. Dërgimi flet votimeve nga KQZ-jat e votuesit jashtë Kosovës është bërë për herë të parë, pasi deri në këto zgjedhje qytetarët me të drejtë vote është dashur që ato t'i shkarkonin online. Votuesit nga diaspora mund t'i dërgojnë zarfët me votat e tyre në 23 kuti postare jashtë Kosovës sa janë hapur, ose përmes postës ta përcjellin në adresë të KQZ-s në Prishtinë.